Ekipet e kategorisë së parë kanë rikthyer vëmendjen nga ndeshjet e rradhë. Skuadra do të përballet mes tyre në kuadër të javës së 28 të kampionatit. Takime këto që do të luhen të gjitha në një ditë, saktësisht të shtunën në orën 14. Duele mjaft interesante dhe të luftuar janë në program, të cilat mbërthejnë edhe tifozët e dy skuadrave, Kukësit dhe Valbonës. Kështu Apolonia do të presë në shtëpi skuadrën e Valbonës, teksa Korabi pret Kukësin. Kujtojmë se Fation Tafaj debutoi me fitore në stolin e Kukësit. Takimi i zhvilluar në fushë Krujë për javën e 27 kundër Erzenit ka parë Verlin dorë të triumfues me shifrat e pastra 3-0. Fation Tafaj u zyrtarizua vetëm pak ditë më parë në stolin e Kukësit dhe trajneri debutoi me fitore, teksa mposhti Erzenin me rezultat të pastër. Ai ka qenë pjesë e klubit të Kukësit në sezonin 2016-2017, kur Verlin dorë të fitonin titullin kampion, si dhe në sezonin 2018-2019, kur Kukësi fitonte Kupën e Shqipërisë.